Rektori i Universitetit Luigjë Gurakuqi në Shkodër Tonin Gjuraj i bën thirrje klasës politike të Shkodrës por edhe Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë shqiptare që të ndërtojë një kampus universitar në Shkodër dhe të lobojnë për këtë gjë. Ministria e Arsimit duhet të jetë e balancuar, tha rektori Gjuraj, për të përfshirë Shkodrën me një investim për ndërtimin e kampusit universitar. Të mbështesim idenë që e kam artikuluar disa herë të ngritjes së një kampusi të ri universitar për Shkodrën, për këtë universitet që është i vetmi, siç e kemi thënë, i veriut dhe verilinjes së vendit. Unë besoj që Ministria e Arsimit dhe Qeveria shqiptare duhet të jenë edhe më të drejtë, duhet të jenë edhe më balancues në zhvillimin e politikave arsimore, dhe siç po artikulohet ideja kampusit në Tiranë dhe zhvillimit më tej të kampusit në Durrës, kemi mundësi që edhe Universiteti i Shkodrës të ketë kampusin e vet. Është një mundësi për të marrë të rit e Shkodrës këtu, për të studiuar dhe për të punuar, dhe jo vetëm të rit e Shkodrës, por të rit e veriut dhe verilinjes së vendit. Pra unë mendoj që për te arsyeve të tjera, ky është një projekt ambicioz, është një projekt i madh, kam patur dhe kam mbështetjen e pushtetit vendor, i bëj thirrje këtu edhe faktorit politik në Shkodër, përfaqësuesve të Shkodrës në Kuvendin e Shqipërisë përtej përkatësive politike, pra që ta mbështesin një ide të tillë dhe ne të jemi pra më këmbgulës në konkretizimin e kësaj ideje, edhe pse është një investim i madh, por që unë besoj që ka ardhur koha, ne vitin që vjen do kemi 70 vjetorin, apo jo, dhe ky universitet me këtë traditë, me këto nevoja që ka, meriton një kampus të ri. Kështu që në këtë kuptim theksoj edhe një herë, pra që Ministria e Arsimit dhe Qeveria shqiptare pra të jenë edhe me të balancuar në politikat zhvillimore. Rektori Gjuraj u shpreh se një rëndësi të veçantë do të kenë edhe diskutime gjatë muajit shkurt për ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë. Besoj që gjatë shkurtit do jetë një takim tjetër i konferencës së rektorëve dhe i komitetit ndërministror për koordinimin e politikave të arsimit lartë dhe kërkimit shkencor, dhe ne do të jemi në gjendje të diskutojmë, të japim mendimet tona në ato nene të ligjit ekzistues 80/2015 që do të revizitohet dhe do të rishikohet pra gjatë kësaj periudhe deri në korrik. Kuptohet që elementet kryesor të rishikimit të këtij ligji kanë bajnë me riorganizimin institucional të institucioneve. Është folur dhe flitet për një hartë të re të universiteteve publike në Shqipëri, do diskutohet mbi çështje të profilizimit rajonal, të ndërkombëtarizimit, që do ketë ndryshime ligjore për ta lehtësuar aspektin e ndërkombëtarizimit dhe pastaj aspektet të cilat lidhen me investimet dhe me infrastrukturën. Një temë e rëndësishme ku Universiteti i Shkodrës do të përfshihet është edhe kontributi në ndërtimin e Institutit të Albanologjisë në Malin e Zi. Shoqërore kemi realizuar një vizitë pune në Universitetin e Malit të Zi në Podgoricë. Natyrisht përveç takimeve me rektorin, paraprakisht jemi takuar edhe me përfaqësues të ndryshëm të partive politike shqiptare, të faktorit shqiptar atje për të koordinuar hapat konkret dhe veprimet që do të ndërmerren për konkretizimin e iniciativës për themelimin e Institutit të Albanologjisë në Malin e Zi. Kampusi universitar është një kërkesë kryesore e rektorit Gjuraj, ndërsa bën thirrje se kjo ide e tij të ketë një mbështetje të gjerë nga politika, mediat dhe qeveria si një prej mundësive për të mbajtur studentët shkodran në Shkodër.